Zoti Bajrami, si një prej studiusëve më të vjetër të zonës së Dërmiut, a mund na thoni si është historia e saj, që ne sot e njohim si kisha e Shën Thanasit? Vetëm në Dërmi janë gjithsej 28 kisha dhe 2 manastire, duke mos numëruar kishën e Shën Thanasit, që me të vërtet ka qenë një kishë shumë e mirë, ka qenë një kishë me përmasa mesatare, është ndërtim i mesit të shekullit 15, ka qenë me piktura murale brenda e pikturuar. Por në 1972 kuptohet në të famshëm në revolucion kulturor, dhe kjo kishë mësoi fatin e shumë kishave të tjera, u shumë, dhe nga vetë fshatarët kuptohet, nga komuniteti dhe nga kuptohet, u kthyen në një depo gjatë kësaj periudhe. Ndërsa në 1992, 1993, themi që u ringrit, por jashtë çdo lloj me fjalë kushti teknik, apo estetik, apo si themin studimor. Faktikisht, për sa i përket problemeve të fundit ka dalë për të kishë, unë si specialist kam mendimin që patjetër ajo kërkonte një projekt qoftë edhe nga kisha ortodokse, një projekt domethënë duke studiuar si ka qenë kisha, si ka qenë ndërtuar, çfarë objekte ka patur brenda, me ato pikturat murale me tjera. Pra, pak a shumë kishat e tjera ne gjejmë që thonë u rindërtuan nga themelet në filan datë, në filan vit. Pikërisht, dhe kjo kishë do të ishte mirë të ishte rindërtuar ashtu siç kishte qenë. Pra, të rikthesh në origjinalitet. Ndoshta specialistët e fundit e kanë këtë mendim për të ringritur një kishë të tillë me fjalë, kuptohet, kishën e Shën Thanasit, por plus pasaj mendimeve të tjera për të rikthyer vlerat historike të kishës në zonën e Bregdetit. Pra, dhe ajo pjesa e misionarëve me fjalë të Romës, për mendimin tim bën pjesë në historinë e kishave në Shqipëri ose historinë e kishërimit në Shqipëri. Unë mendoj që ajo përsëri duhet të shkojë në vend. Pra, është mirë, mendoj unë, është mirë që ajo pjesë e vlerave për atë fillimit të shekullit të 17 deri në shekullin e 18 me fjalë, për ndikimin që ka patur kisha Basiliane, rriti Basiliane me fjalë në Bregdet, është mirë që kjo pjesë e historisë të dalë qartë dhe saktë me fjalë. Është pjesë e historisë. Pra nuk mund të tjetërsohet, nuk mund të mohohet. A ka në fakt historia e kishës së drejtuar nga Nilo Catalano një ndërthurje me kishën e Shën Thanasit? Nëse po, pse jemi sot në këtë situatë? Plus vlerave që ka patur, thamë që ka vlerat e veta historike dhe kjo periudhë, prapja e kësaj lloj kishe në zonën e Bregdetit dhe në Shqipëri, si në Shqipërinë e Veriut që ndoshta akoma ekzistojnë, dhe këtu bën pjesë në këtë. Por ka dhe vlera të tjera shumë të mëdha. Për vetë priftin, kryepeshkopin e Durrësit që caktua, Nilo me fjalë që caktua në kishën, sepse në një pikërisht në këtë kishë predikonte, është gjë e madhe sepse ai predikonte në gjuhën shqipe. Ai kishte dalë nga shkolla fetare e Grotto Ferratës. Grotto Ferrata ndodhet afër Romës, është një nga kishat shumë prestigjioze, është një ndër kishat, unë kam vizituar, kam shkuar atje, kam parë dhe atje ruhet një koleksion i jashtëzakonshëm me shënime, me shkrime, me fjalë duke filluar që nga shekulli ndoshta 14, 15, 16 biles, mund të them atje kam parë dhe të famshmin kodik të Labris, librin të Papazhulit me fjalë ligjet e Labris, të ruajtur pikërisht nga këta priftërinj, që janë me origjinë abreshe. A ka qenë realisht i varrosur brenda në kishën e Shën Thanasit Nilo Catalano? Po, në vitet 1693, në sa di unë, është varrosur pikërisht me fjalë Nilo, kryepeshkopi i Durrësit që shërbente këtu, që ishte me të vërtetë mësues i gjuhës shqipe, për rreth 42 fshatra të imarës që ishin në këtë periudhë. Biles në kujtimet e këtyre shkruhesh atëherë që në fëmijë nga Tërbaçi po vinë për të mësuar gjuhën shqipe dhe të predikojnë në gjuhën shqipe, thot me fjalë, janë kujtime shumë të bukura. Po kështu ai shkonte në fshat në fshat me filure në zonën e Mallakasës e tjera. Domthonë është me të vërtetë një varrimi i tij u bë brenda, kuptohet, është bërë brenda kishës në zonën e Nausit, atje ku varroseshin njerëzit e shenjtë. Por, kuptohet, lufta midis kishës katolike dhe kishës ortodokse ka bërë me fjalë që të ketë shumë probleme në këtë kishë. Thuhet që varri ka qenë grabitur. A qëndrojnë këto pretendime?
në vitet e luftës, në vitet 1942 ndoshta, ku e tjera, është hapur për herë të parë vari me fjalë, është thua që është bërë shkatrimi i varit dhe më vonë përsëri është hapur edhe një herë tjetër mbrapa kësaj periudhe, thuhet për ndoshta thuhet është fjalë, ndoshta nuk kemi gjë të dokumentuar për të grabitur ndoshta kryepiskopi sipas të drejtës zakonore të kishës katolike varrosës bashkë me shumë objektet me fjalë kurorën e gjëra të tjera që mundet. Këto janë kuptohet, janë në kuadrin e fjalëve që qarkullojnë në fshat. Përpara se të ndërtohej kisha e Shën Thanasit, a ka pasur një tjetër objekt kulti? Nëse po, ç'vlera ka pasur dhe ç'do me thënie ka sot? Ekziston një fotografi para 72-shit, e bërë në kishën e Shën Thanasit. Është një kishë me një kambanore madhështore, është me 3 dritare, me 3 kambana, tregon me fjalë që ka qenë një kishë qendrore, është pothuajse e ngjashme me kambanoren e kishës i Papandis në Vuno, në Dërmi, po, apo kishave të tjera siç janë kishat e Qeparojt. Pra tregon që është një kishë e madhe. Ajo ka qenë një kishë 3 nefshe me domethënë naosi ka qenë ndarë me 3 korridore të brendshme, si thuash, dhe me piktura murale. Pra, ka qenë një kishë shumë e madhe, një kishë që po të ishte sot, ajo do të ishte në listën e monumenteve të kulturës.